طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërin të nderuar, jemi tek libri i Sheh Ibrahim Ruhailit. Pasimi mirëfillt në sqarimin e shkaqeve diferenciale midis veprave, kemi arritur tek tema ku ndonjëherë Muhamedi alayhis salatu wassalam, realisht Muhamedi alayhis salam është përgjigjur në kontekste të ndryshme. Ka pas raste për shembull kur e ka pa një person që e ka pas një mëkat të caktuar, edhe kur është pyetur cili është mëkati më i madh, e ka trajtuar. Ka pas raste me një mexhlis të caktuar kur është pyetur për një vepër të mirë, e ka thonë një vepër të mirë me një mexhlis, një vepër tjetër, ndërsa me një mexhlis tjetër ka thonë një vepër tjetër, apo varësisht nga rrethanat ka thonë edhe përgjigja. Ndërsa ka pas raste kur nuk i ka, do thot i ka specifikuar, apo nuk është futur në detaje. Dhe kur ti nuk futesh në detaje, kjo sipas fesë bie që ka përgjithësime, apo domethënë ka përgjithësime. Që thot autori i librit, thënia ati përbëhet nga dy pika. Esenca në përgjigjet e pejgamberit alayhis salatu wassalam bartet në përgjithësinë e saj. Pasi ai kur u përgjigjej pyetësve, nuk u kërkonte atyre detaje për gjendjen e tyre dhe fliste në mënyrë të përgjithshme. Ka pas raste kur Muhamedi alayhis salatu wassalam në hutbe kur ka marrë ligjërat, çka është puna e disa njerëzve, ka thonë. Mirë, po ka pas raste kur është përmendur edhe me emër dikush, edhe nuk ka asnjë problem këtu, apo Imam Shafiu rahimahullahu taala thot, mos kërkimi i detajit, mos me kërku detajin në çastin e përgjigjes, duke thot evituar hamendjen e zbret përgjigjen në pozitjen e thënies së përgjithshme. Kur ti flet pa emën e përmend një fenomen, kjo është mënyrë e përgjithshme. Kjo është mënyrë e përgjithshme. Për shembull, nëse flet dikush për rukje në ta zonë, ka që po manipulojmë me rukje, s'do më thonë që këtë rukje gjitjen çashtu. Ka rukje që manipulohet, mirë po ka që nuk manipulojnë. Ka që e thënë hakun edhe bën veprimin sipas sunetit. Ndërsa dietari i nderuar Muhammed Emin al-Shenqiti ka thënë në shkencën e usulit raportohet se mos kërkimi i detajeve nga pejgamberi alayhis salatu wassalam për gjendjen e ndodhisë e zbret çështjen siç tham në gjendjen e përgjithshme. E dyta, thotë është vërtetuar se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka njoftuar njerëzit për disa vepra të mira pa u pyetur nga dikush. Ka pas raste kur o pyet ka kallëzu, mirë po, ka pas raste kur ka fol vet hiç pa e pyet. Sepse ka fol me shpallje, që thot pejgamberi alayhis salam, përmbani thot rrugës së drejtë, ndonse nuk do të mundeni plotësisht. Shiko, përmbani rrugës së drejtë, ndonse s'keni mujt më mbajt 100%, apo plotësisht. Dijeni thot se puna më e mirë është namazi dhe për abdesin kujdeset vetëm besimtari. Kështu ka thonë për namazin, një vend caktuar ka thonë për namazin. Pastaj thot, gjithashtu Ebu Derdaja transmeton se pejgamberi sa ka thonë, atë ju tregoj tash për një punë më të mirë. Thot se agjërimi dhe thot lëmosha dhe namazi, pi përmend këtu, se këto janë shumë mira. Mirë po, apo dëni me ditë cëlo vepra më e mirë? Thot ne i thonë sigurisht. Do më thonë, apo dëni një vepër me tregu që është më i mirë se sa namazi, agjërimi dhe lëmosha, thot rregullimi i marrëdhënieve midis jush. Mi rregullu marrëdhëniet midis vëllezërve. Dhe thot prishja e marrëdhënieve midis jush është shkatrimtarja. Do më thonë, nëse ti i ndreq raportet mes vëllezërve, atëherë kjo është hala më e mirë. S'do të thot që me lën namazin, por se kjo e plotson namazin, agjërimin dhe këto shtyllat e islamit. Po s'do të thotë që është në vend namazit, nuk diskutohet ajo. Mirë po jep shumë rëndësi të madhe ndreqjes raporteve mes vëllezërve. E kundërta është, shkatrimtarja është, nëse thot ti i prish raportet mes vëllezërve, shkon fol
kundër atij, kundër këtij, kundër i prish marrëdhëniet mes vëllezërve. Po ashtu the Ebu Derdaja transmeton nga pejgamberi alayhis salam, i cili thot, atë ju tregoj thot punën më të mirë dhe më të pastër te Zoti juaj që ju ngrit në grada të larta, që është më mirë për ju se sa shpenzimi i arit dhe i argjentit. Dhe më mirë për ju se sa ti takoni armiqt tuaj në xhihad. E ti vrisni ata dhe ata t'ju vrosin. Thot po sigurisht, thot përmendja e Allahut. Domethënë me përmend Allahun çdo herë në rastet kur është e nevojshme. Ndër përgjigjet që kanë përmendur dietarët në bashkimin midis këtyre haditheve është ajo se përgjigjet kanë qenë të ndryshme sipas kohës, siç tham. Përmbledhja e asaj që e ka përmendur bashkimin midis teksteve të hadithit të Ebu Hurajrës, ku puna më e mirë është besimin Allahun dhe thot në të dërguarin e tij, ndërsa në anën tjetër hadithi thot namazin kohën e vet, çish më e kuptu. Edhe kjo vepër e mirë dhe kjo vepër e mirë. Mirë, po këtu po tregon veprën e mirë çkajt të zemrës. Besimin Allahun dhe të dërguarin e tij, besim me bindje është e zemrës, ndërsa kjo ahin tek gjymtyrt jo. Tek gjymtyrt e ka trajtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë namazin kohën e vet. Cila është vepra më e mirë o pyet? Ka thonë namazin në kohën e vet. Ndërsa në orientimin e teksteve të përmendura lidhur me dhënien për parësi dhikrit ndaj punëve të tjera, është për qëllim se qëllimi është në dhikrin e shumt e të vazhdueshëm, në të shumtën e kohës dhe jo në dhikrin që e ndërpret nga veprat e mira. Prandaj kush punon një punë të mirë dhe në të e përmend Allahun më shumë se në çdo kohë tjetër, ai është më i mirë se ai që punon të njëjtën punë pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. E bën një vepër të mirë apo e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Alhamdulillah që më mundsova me bë. Ky është më i mirë se sa ai që e bën për hir të Allahut dhe nuk e përmend Allahun apo. Për atë arsye i ka dhënë rëndësi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pas obligimeve vijnë adhurimet vullnetare. Më e mira prej tyre është kërkimi i dijes. Më e mira prej obligimeve, prej adhurimeve të pëlqyera është kërkimi i dijes. Vllazni, kërkimi i dijes sjell rrezik. Kërkimi i dijes ta shton dijen. Normalisht edhe përgjithësinë. Mirë, po çdo gjë që kërkohet dija, Allah subhanahu wa taala ti qelë rrugët e hajrit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. A dini rastin ata dy vëllezër, kur njëri nuk punonte, ndërsa tjetri çka bënte? Tjetri kërkonte dije. Edhe tash ky shkon që s'po punon, thot ai umit veç në xhamia. A ki bëu çështë shqiptar, veç xhamia pi rreth. Unë u shkoça të punu, ai veç ibadet po bën. Thot, po pastaj i thot Muhamedi alayhis salam, ndoshta thot Allahu se bepi kërkimit dijes që ti vllau ton, Allah ty po të sjell bereqet në punë. Kjo mos ta ludon dikush që thot jo valla s'po punoj, hajt veç me ibadet po mirë na. Jo, këtu kjo aludon për rëndësinë e dijes që është. Rëndësia e dijes. Çdo më thon se pejgamberi sa më ka thonë më i miri për ju është ati kur e ka pa dorën që e ka të vrasht, kur e ka të ajnt po, ka thonë këtë dorë e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po i ka thonë rëndësi dijes. E dija paramenoni mu bashku me punën, atër nuk ka ma mirë me lejen Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thotë Allah azza wa jall, thotë, a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din. Transmetohet nga Ebu Umame al-Bahili radiyallahu anhu se ka thënë, u përmendën tek pejgamberi alayhis salam dy burra, një adhurues dhe tjetri dietar. Çka tha? Adhurues dietar, që tash me bën dallimin mes adhurues që është besimtar dhe tjetri që është dietar, nxënës dije, që kërkon dije. Çfarë thot? Mirësia e dietarit ndaj adhuruesit, shikoni, mirësia e dietarit ndaj adhuruesit, thot është sikur mirësia ime ndaj jush. Paramenos subhanallah. Domethënë, nëse një dietar është, edhe një dietar është edhe adhurues, normalisht. Edhe një njeri që është i thjeshtë nuk është dietar, apo nuk është nxënës dije, apo nuk është kërkues i dijes, dallimin e ka bërë sikur mes jush sahabeve dhe meje. E kush është pejgamberi alayhis salam? Pse? Sepse dija vëllazë është trashëgimi e pejgamberëve të Allahut. Pejgamberët e Allahut nuk kanë trashëguar dinar dhe dirham, përveç se dijes. Për atë arsye duhet me nxit muslimanët që me kërku dije. Është e mundimshme. Në herë sidomos unë shpesh herë kum potencu kur të merr për shembull një libër edhe ta shpjegon pi fillimit deri në mbarim. Është pak e mërzitshme.
ujna, abdesti, gusli, rregulla, ku e diune. Ndërsa kur merr për shembull një ders të përgjithshëm është më tërheqse për një rrethon të caktuar, për shembull vrasjet, droga, ku e diune ka ndodhur diçka, edhe ti kur të flet, më shumë i ki edhe shikueshmërinë e ki më shumë. Pse? Sepse rrethonat e bëjnë, do thotë, e bëjnë të mundur që me e dëgju më shumë edhe me shiku. Mirë po, lumë për ato që në vazhdimsi e kërkon dijen. E dini për shembull për çështjet plot vllazni, në fillim ka pas shumë vllazni. Kur e ki marrë një libër me spjegu, ka dole veç në paku. Çashtu është ky rregull, subhanallah. Në çdo aspekt. Në përgjithësi është domethënë ka dole shkon. Pse se le shejtani, subhanallah. Nuk e le shejtani. Pastaj thot Ebu Derdaja transmeton se pejgamberi s.a.s. ka thënë, mirësia e dietarit tash ndaj adhurusit është sikur mirësia që ka hëna e plot ndaj yjeve. Krahason e hënën e plot që bën dritë, edhe yjet e vogla që bëjnë dritë. Kush bën më shumë dritë? Ona. E ndërsa pejgamberi s.a.s. ka bë ndallimin mes diferencimin, se edhe libri po thotë diferencimi veprave, apo ka bën mes adhurusit dhe dietarit. Po ashtu thot, ndërkaq në lidhje me epërsinë që ka dija ndaj dhurimeve, thot Ebu Hurajra dhe Abu Dherr radhiyallahu anhu, të cilët kanë thonë, të mësosh një dije, shiko, një dije të mësosh. Është më e dashur për ne se falja e 1000 rekateve vullnetare. Allahu Akbar. Para më një dije, një sunet ju çtu sa i mësut. Ebu Dherri po thot, edhe thot Ebu Hurajra, sahabit nderuar, thot për mua është më e dashur me mësu një dije, se sa thot çka? Se sa thot 1000 rekate mi mësu. 1000 rekate, fala me. Më thon 1000 rekate, para mendo. Pastaj thot, nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu transmeton i cili ka thënë, të përsëris dijen në një pjesë të natës është më e dashur tek unë se të falna gjithë natën. Një pjesë dijes, sepse dia harrohet vllazni. Unë e shoh vet, për shembull një kohë caktuar e ki trajtuar një mesele dhe ka kaluar një vit, harrohet, detajet i harron. Rregullin e përgjithshëm nuk e harron, por se detajet e argumentuese i harron nëse nuk i përsërit. Për shembull, çka bëjmë gjatë Ramazanit? Çdo herë gjatë Ramazanit i përsërisim gjërat, po duhet edhe një herë mi përsërit. Shkaku se po haron ajetet, hadithet këto, mirë po detajzimet haron, jo rregullin e përgjithshëm, jo baza. Po ashtu, Allah më shiroft Ash-Shaqir, Mutarrif ibn Ash-Shaqir, rahimahullahu ta'ala thot, mirësia e dijes është më e mirë se mirësia e veprës. Dhe thotë gjëja më e mirë në Islam është devotshmëria. Po ashtu Hasan el-Basriu, një nga tabiinët ka thënë, dietari është më i mirë se asketi ndaj dynjos i cili përpiqet në adhurim. Asketi është ai që largohet nga dynjoja, apo thot më i mirë thot është dietari. Sufjan al-Thauri ka thënë, nuk ka punë më të mirë se kërkimi i dijes nëse ka sinqeritet. Sepse mos harroni vllazni, se në ditën e gjykimit 3 grupe njerëzish në fillim ka mu djeg zjarr me xhenemin me ta. Dhe njëri ndër ta është dietari. Dietari që s'ka pas sinqeritet, që e ka pas mendën mi thonë, ky dietar është, apo ai mujahidi, apo ai dhënsi që i ka ndihmu njerëzve. Këtë varet te sinqeriteti. Dhe ka thonë, kërkimi i dijes me sinqeritet, thot nuk ka punë më të mirë. Nga Katada rahimahullahu ta'ala thot, të mësoj njeriu përmes diçka nga dia për të mirën e tij dhe të atyre që vinë pas tij është më e mirë se adhurimi 1 viti. Më thonë këto vllazni 1000 rekate, 1 vit, ta natën. Kjo është gjuha arabe, hiperbolizim, që she thamna. Më thonë, me nxit. Me thonë që dia ka shumë vlerë. Mëre ti edhe ta njëjtën nëse falish rekate, dia se një madh. Po do me të tregu vlerën e madhe që e ka dia në Islam. Transmetohet nga Zuhriu rahimahullahu ta'ala, nuk adhurohet Allahu me diçka më të mirë se sa fikhu, kuptimi i fesë. Po ashtu Waqi ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala thot, nuk adhurohet Allahu me diçka më të mirë se hadithi,
Transmetohet nga Imam Shafiu, thot kërkimi i diturisë është më i mirë se namazi vullnetar. Ti mendon se namazi vullnetar është më i mirë, po jo. Kërkimi i diturisë është më i mirë se namazi vullnetar. Pse? Namazi vullnetar e ki për vete, ndërsa kërkimin e diturisë përveç vetes e ki edhe për të tjerët. Se po e, do të thotë po e përhap tek të tjerët. Që kanë thonë ulemaja, se ai person, ai dietari cili paralajmëron njerëzit nga bidatet dhe bidat gjinjit, e ka shpërblimin më shumë se sa ai që nuk paralajmëron, e mëson të vërtetën, por nuk paralajmëron. Pse? Sepse ky po munohet për krejt miletin, për krejt musliman, ndërsa ai po munohet për veten e vet. Dhe për fund, Bishr ibn al-Harith radiallahu anhu thot, nuk dim mbi sipërfaqen e tokës punë më të mirë se kërkimi i diturisë dhe hadithit për atë që ka frikë Allahun dhe ka pastruar niyetin e tij deri në takimin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.